Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka folur për herë të parë mbi zhvillimet politike dhe ngërçin në kuvent pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Në fjalën e tij në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje të shtunën, Kurti e ka refuzuar idenë e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, për qeveri tranzicionale, por ka thënë se është i interesuar për qeveri normale. Për këtë, siç thot Kurti, i dërgoi dhe një ftesë të dytë kryetarit të LDK-s me mendimin se tash pas reformave, koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje do të ishte më i lehti. Ne duam qeveri normale. Jo qeveri të përkohshme, apo tranzitore, apo teknike, apo qeveri të opozitës, e cila dorën zemër paraqet një tokë fjalësh paradoksal. Opozita është opozitë pikërisht për shkak se nuk është qeveri. Qeveria e opozitës thjesht nuk është e mundur. Qeveria dhe opozita janë entitetet të ndryshme e përkundruar njëra tjetrës politikisht, por që ndodhen bashkë pikërisht në Kuvent të Republikës, por jo në qeveri apo në opozitë. Opozita në qeveri bëhet qeveri, qeveria në opozit bëhet opozit. Edhe njëherë, ne duam qeveri normale dhe të qartë. Eksperimentet nuk na bëjnë as nder, as dobi. Duke mos qenë të drejta të normuara, janë të pamundura para se të jenë të gabuara. Kurti tutje, u shpreh se rezultati i zgjedhjeve nuk mund të ndryshohet, edhe nëse ato përsëriten, përveç se mund të rrisin vetëvendosjen. Kurti ka thënë se Kuvendi i Kosovës s'themelohet nga fituesi, pavarësisht ta është fitues absolut apo relativ, por Kuvendi duhet të themelohet nga të gjithë bashkë.